Gjatë fundjavës së zgjatur për shkak të festave të Pashkove, Ministria e Punëve të Brendshme ka vazhduar me kontrollet e vazhdueshme të qarkullimit rrugor në mbar vendin, nga ku kanë informuar se punonjësit e policisë nga të gjithë sektorët e punëve të brendshme kanë lëshuar gjithsej 2252 urdhërpagesa për kundërvajtje të kryera nga përdoruesit e rrugës, kryesisht në lidhje me ligjin për sigurinë në komunikacionin rrugor. Janë regjistruar 308 kundërvajtje për parkim të parregullt, 1018 për drejtime shpejtësi që ka tejkaluar shpejtësinë e lejuar, si dhe 254 pjesëmarrës në komunikacion kanë drejtuar automjetet pa patent shofer. Gjithashtu janë regjistruar 105 pjesëmarrës në komunikacion, të cilët nuk kanë përdorur rripin e sigurimit. Ndërkaq nga MPB theksuan se 25 drejtues motocikletash janë sankcionuar për drejtim mjeti pa helmet mbrojtëse, 46 masa për përdorim të celularit gjatë drejtimit të automjetit, ndërsa 66 drejtues mjetesh janë larguar nga trafiku për drejtim automjeti nën efektin e alkoolit, si dhe 21 sanksione për drejtim të semaforit të kuq.